Today I had a remarkable opportunity to visit a fabulous women's nonprofit called AMC, Action for Mothers and Children. I was able to meet the executive director, learn about their story, where they came from and what they're doing now and the challenges that they're addressing in Kosovo. It was really amazing. And then able to go to one of their training sessions, which was happening right down the way here at the clinic, right down in central Pristina. Very interesting to see how they are training nurses and healthcare professionals to work with women, all about child care at early ages and about maternity and all those things. Really important problems still that they're addressing here in Kosovo, doing their very best. An amazing team of women. And then at the end, we were able to go down there on the Shesh. Those who know Pristina know by the Grand Hotel there is Tesha Vesha, which is a thrift store, a thriving thrift store with a couple of different locations in Pristina. And all of the donations with that store, when people bring in clothes and then people buy these used clothes, all the money goes to this organization, AMC. So it's a beautiful circle of women's caring for women in very different ways. So I hope you'll enjoy this today, learning about one aspect of people helping women and children in Kosovo. AMC është e fokusuar në shpëtimin e jetëve të nënave dhe fëmijëve, dhe këtë e realizon duke propozuar zgjidhje të qëndrueshme dhe inovative për sistemin publik shëndetësor në Kosovë. Mirëdita, Gjenet. Faleminderit shumë që na keni prit sot me fol për organizatën tuaj. Kënaqësia është e jona. Çka është misioni, çka është shërbimi që po ofroni Kosovën? Faleminderit Gjenet. Atëherë organizata Aksioni për nëna dhe fëmijë si mision parësor ka shpëtimin e jetëve të nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Mirë po, shpëtimi i jetëve nuk bëhet vetëm me një aksion. Na duhet të ndërmarrim hapa të ndryshëm për me ardhur deri tek rezultati i më pak vdekjeve për fëmijë dhe për nëna. Prandaj çfarë bëjmë ne avokojmë, edukojmë, japim donacione dhe ngrisim fonde. Këto janë 4 shtyllat në të cilat mbështetet puna e AMC-s, me një vizion qartë që të prekim sa më shumë nëna dhe fëmijë, sepse mendojmë se ende në Kosovë këto 2 kategori janë kategoritë më vulnerabel. Deri më sot, AMC ka dhuruar pajisje dhe medikamente esenciale me vlerë rreth 3 milion euro, duke shpëtuar shumë jetë. Kur keni fillu? Kur është themelu AMC? AMC-ja është themelu në vitin 2009 dhe është një lidhje interesante edhe për juve si amerikanë në Kosovë, sepse është themelu nga një mjek amerikan, i cili quhet James Strickler, i cili ka ardhur e ka pa gjendjen e pas luftës. Në vitin 2009 kemi qenë ende në vitet e para të pas luftës, dhe ka pa shkallën e lartë të vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë. Kështu që faza e parë e AMC-s ka qenë 2009-2013. Në vitin 2013 ka fillu menaxhimi i AMC-s nga vendorët. Me ndihmën e madhe, mbështetjen e madhe të doktorit Ilir Hoxha dhe me drejtimin e drejtoreshës së atëhershme Mrika Alio. Por James Strickler ka lënë edhe një trashëgimi mjek të tjerë, të cilët kanë mbështetur misionin e AMC-s, siç është doktori George Little, një neonatolog, profesor emeritus në Dartmouth College, i cili ka qenë një mentor i përhershëm edhe sot është për organizatën tonë. E kur ju keni nis me marrë pjesë me këtë organizatë? Pse? Ku është historinë tonë? Atëherë, unë në vitin 2015 jam bo mame, kam lind një fëmijë, por kam lind edhe unë vetë sikur një nanë e re, do më thonë, i kam marrë përgjegjësitë e prindit. Që nga atëherë e kam përcjell aktivitetet e organizatës AMC në rrjetet sociale, në media, e kam pa punën e tyre, e kam pa impaktin real që po e bojnë në shoqëni. Dhe vetë kam fillu me u interesu për temat e prindërimit, mirë po specifikisht për temën e gjillanjes. Kur unë u bona nanë, e pashtë se sa shumë
keqkuptime, mite, paragjykime qarkullojnë në shoqërinë tonë për gjithanjen. I ka përcjeva gjitha këto vështirësi me djalin tim Lirin, mirë pa atëherë e ndjeva një thirrje se duhet të ndihmoj edhe nanat e tjera. Kështu që për atë 3 vite kam ndjek një kurs intenziv për të certifikuar, akredituar si vullnetare e gjithanjes dhe lidere e nanave gjithanse. Dhe pastaj, do të thot, puna ime me AMC-n është gërshetu në mënyrë natyrale, moj me thonë. AMC-ja ka arrit me ullë normën e vdekshmërisë së foshnjave për rreth 50%. Në vitin 2009, kur ka fillu, kanë vdek 30 foshnja për 1000 në Kosovë. Duke avoku, duke bashkëpunu ngosht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me klinikën obstetrike ginekologjike, ne kemi arrit që ta sjellim numrin në 14 foshnja për 1000. Ende kemi punë përpara, mirë po AMC-ja ka sjellë në Kosovë donacionin e surfaktantit, kemi avoku për fillimin dhe aktivizimin e projektit të transportit neonatal, referimit neonatal, i cili sot është aktiv, po ashtu surfaktanti ka hyrë në listën esenciale të barnave të Ministrisë së Shëndetësisë. Prandaj së bashku, do të thotë, në mënyrë institucionale, së bashku dhe me donatorin ton kryesor, UNICEF-in, kemi arrit që ta ulim këtë normë vdekshmërie. Por ne nuk duhet me undal, duhet me vazhdu. Të krijuara si shërbime të integruara brenda qendrave të mjekësisë familjare, stafi shëndetësor te klasat për nëna kanë edukuar mbi 20.000 nëna dhe baballar mbi planifikimin familjar, shtatzanin, lindjen e fëmijëve dhe prindrimin pozitiv. Cilat janë për ju probleme kryesore që nanat nëpër Kosovë, sidomos në vende rurale, çka janë sfidat më të vështirë tash? Gjenet është vetë procesi i shtatzanisë. Do të thotë kur gruaja ka dilema se ku ta përcjell shtatzanin e saj. A ta përcjell në sektorin privat, në sektorin publik, pastaj ku të lind në spitalin publik, në spitalet e ndryshme private, të cilat janë hapur edhe ofrojnë kushte të mira. Por këto sfida përcjellen nga një mungesë e informacionit të bazuara në fakte. Informacionit të bazuar në shkencë, do të thotë, në evidencë. Por unë kur kam punu këtu në vitin 90, unë kam punu për një organizat në Bomirës Oxfam, edhe ne kemi pas qatë qëllim në komunën e Vitis me sidomos për breastfeeding, që shumë qatë kohë shumë gratë ka mendu që nuk duhet, që nuk kanë mjaft tonë, sidomos kur vjeri po thëtë, s'kem mjaft tonë për djallin tem, hajde qitë një shish, edhe aty ka pas shumë like epidemic diarrhea. Do dhe diarrhea ka qenë për shkak të shumë që kanë përdor ato shishet. Ka qenë një temë që kemi hi shumë thellë në atë kohë. E tash ç'është? Tash po ma kujton një thënie, është shumë e famshme, përdoret shumë shpesh, po it takes a village to raise a child. Na duhet një komunitet i tërë për me rrit një fëmijë. Familjet në Kosovë janë në një fazë tranzicioni, siç po thoni edhe jo, nga jetesa në bashkësi në jetesë vetëm. E cila sjell shumë të mira, por sjell edhe vështirësi. Do të thotë. Çka po dojmë si AMC me arrit është me kriju këtë village, mirë po një komunitet mbështetës, jo domosdoshmërisht familjar, një komunitet mes grave, në grup, të cilat shkëmbejnë informacione të sakta, edhe inkurajuese për gruan. Nana ka nevojë me u inkuraju shumë, me i thonë që me i besu instinkteve të saja, edhe kritikat me u dhënë në një mënyrë tjetër, me një mënyrë më të butë, duke i validu ndjenjat. Në momentin kur validohen ndjenjat, do më thonë, nana nuk e përjeton angthin e madhë. Organizata nga e cila jam e akreditume, si këshilltare gjithanjes, quhet Laleqe League. Dhe pse Laleqe? Sepse pikërisht në vitin 1956, në Amerikë ka qenë tabu fjala breast. No përmend.
Edhe gratë që e kanë kriju La Leche, e kanë quajt Liga e Qumshtit në gjuhën spanjolle, në mënyrë që mos tingëlloj ashtu ashpër, se ka qenë aq tabu, do të thotë. Oh, so e kanë qitë në spanjollisht. Po, mirë pa atëherë kanë diku, do të thotë që me ofru mbështetje, gruaja gruas. Edhe kështu kanë diku që dhe gjeneratat, do të thotë me u bo ma mbështetje për gjeneratat e reja. Këto dy misione janë të pandashme. Do thot ulja e mortalitetit të foshnjave, misioni parsori i AMC-s, pastaj rritja e gjithanjës, misioni i La Leches, për nga unë kam ardhë, dhe janë të thjesht pandashme, janë sikur një trong, sepse shpesh thuhet që dhe shtatzania nuk zgjat vetëm 9 muaj, por zgjat 9 muaj dhe 2 vite. Do thot 9 muaj dhe 2 vite sa ti ke me ushqy bebën, ju jeni një tandem i pandashëm, i cili duhet të mbështetet nga komuniteti. Në mënyrë që edhe nana të plotësoj nevojat e saj, qoftë shëndetësore, nevoja tjera të mirëqenjes, argëtuese dhe të punës, po dhe beba të vazhdoj, fëmia të vazhdoj të ushqehet me gjij. Nëpërmjet programit Kujdesi në grup, gratë mblidhen gjatë shtatzanisë dhe paslindjes për kujdes mjekësor, këshilla dhe për të shkëmbyer përvoja. Deri më tani, mbi 100 gra shtatzëna kanë përfituar nga këto sesione. AMC-ja e ka dhe përveç webfaqes kryesore, e ka dhe një webfaqe tjetër, në cilën munden me uqas me beba vizmes ks.org. Në atë webfaqe, do thot janë të publikume këshillat mjekësore. Ne jemi me fat se kemi në organin e organizatës tonë, kemi një komitet mjekësor, në cilin bojnë pjesë, do thot, mjek familjar, mjek ginekolog, neonatolog, pediatër, e të tjerë, dhe çdo informacion në beba.ks.org kontrollohet nga komiteti jon mjekësor. Sot do të shikojmë pak punën tuaj dhe me folë me do kolegët tuaj, ma tutje për program, veç urime se kjo punë, unë e kam marrë prej që kam bo ndihmë humanitare në Kosovë në vitin 9 dhe prej që atëherët ajo ka ndryshu jetën të si edhe ju, edhe për mu ka qenë ndryshime jetësore, se prej që atëherët kam marrë me ndihmë humanitare prej vitin 9 dhe tash jam plakma, edhe hala jam qatë drejtim, se ku dihet që po vujnë njerëz pa nevoj, aty është krim edhe po dhimbjet ka shumë për krejt botën kur ka suffering, kur ka dhimbje, kur ka vujtje pa nevojshme, është shumë, edhe kur mundesh me bodhe shka pak me që dritë në ato probleme është një privilegj, që unë kam që ju keni e krejt stafin të e krejt punojnë me qatë punë. Urime shumë. Faleminderit shumë Xhenet, faleminderit shumë për kontributin e juj në vendin tonë. Edhe ne ju kemi përcjell, e kemi përcjell gjithë angazhimin e juj kulturor, kështu që e çmojmë shumë kontributin e juj në Kosovë. Faleminderit. Ne sot e kena programin e kujdesit në grup për prindrem. Do me thonë, një shërbim këtë ndryshe, kemi pas për para kujdesin grupor për gratë shtatzana, e kemi pas atë mira janë ato, kur jipet një shërbim mrena grupit, çka përmban grupi, diskutimet, kanë qenë shumë mira nanat, kur kanë diskutu, kanë da përvojat, dhe kanë pasën në mënyrën e praktikimit. E kanë praktiku. Kujdesi antenatal, është përnda me 8 komuna, edhe tash kujdesi për prindrem, është të është përnda, jenë ba 20 komuna, 29 komuna e kena shpërnda këtë program, që e kena pa në bazë kujdesit antenatal që e kena dha, për 3 vjetë komunën e Lipjanit, kena pa që është e nevojshme edhe shumë e mirë për me dha kujdesin mrena
grupit. To e përkra Ministria e Shëndetësisë, e mbështet UNICEF-i dhe në detaje kujdeset aksioni për nanat dhe fëmijët, të cilën e falenderoj shumë se kujdesen çdo detaje që mënyrë që implementimi i këtij programi të bëhet në Kosovë. Sa shpesh po bëni çato trajtime? Trajnimin këto fokus e kena me shpërnda krejt Kosovën, u shpërnda 29 komuna, po kemi përfshi krejt Kosovën në mënyrë që çdo që kemi në për komuna për me pas këtë kujdes. Okej, për shembull këtu në këtë klinik në Prishtinë, Po. është hera e parë, a keni bërë përpara? Jo, është hera e dytë e cila po japëm, po ka punëtor shëndetësor shumë, ka kërkesa shumë, dihet sa është e mbi ngarkuar Prishtina dhe kem part nevojshëm të trajnojmë me infermiere tjera në mënyrë që mi përfshi krejt gjitha. Cili është informata më e rëndësishme tash që po jeni të i bërë sot? Informata më e rëndësishme po krejt është zhvillimi i fëmisë. Fazat e hershme të zhvillimit të fëmisë, mi tregu mi dha informacione prindve se sa e rëndësishme është aja fazë, për prind me pas një ori që janë ata akterët e parë për zhvillimin e mirëfillt. Cili janë ato piket informata që për një me gratë Kosovës nuk janë të i përdora, nuk janë të i ditë? Për shkak përvojës shumë madhe edhe si infermiere vizita në shtëpi, edhe kujdesin antenatal, po tash edhe kujdesin grupor, unë kam parë që nanat fokus e kanë zhvillimin e fëmisë, fiziku, gjatësia dhe pesha. Fokusohen, mundohen që fëmia i tyne me qenë i shnur. Nuk e din sa e rëndësishme as stimulimi i zhvillimit të fëmisë në fazat e hershme të femërisë. Unë quhem Ganimeti Ashanica, Bërbatovci, jetoj në Prishtinë, punoj në qendrën për miqenin e gruas, në QMG, profesionin mami. Që sa vjetë? Si dhe jem koordinatore për nëna dhe fëmi. Punoj që 20 vite, me përvoj puna, 10 vite kam punu si mami në salën e lindjes, në Prishtinë. Bukur, shumë bukur. Këtë seminar sot, çfarë benefit keni pas, çka keni mësuar? Kemi mësuar rreth rritjes së fëmisë për nëna, si mi javë spjegu për rritjen e fëmive, ushqyrjen, si me kalu ato me fëmit, me komunikunën me veti, me një vetën ma mirë, me bisedu, gjatë rritjes dhe zhvillimit të fëmive. E çka po mendon për këtë punë AMC, Action Mothers and Children? Është një përvojë shumë e mirë, ne kemi kalu shumë mirë, jemi trajnu, si mamia, infermiere, mjek, pediatër, dhe... Gjithmonë ka çka me mësu? Po, gjithmonë kemi mësu diçka, edhe kemi nda përvoja edhe me nana të cilat ka lindë me njëherë mas lindjes, edhe ato i kemi mësu për gjithdanje, për ushqimin, rreth fëmijëve, çka ju ka interesu atune, na kam pyet neve. Ka qenë shumë mirë. Na edhe ashtu i kemi edhe klasat për nana, që mohan këto tek ne, edhe kujdesin në grup, për gratë shtatzana. Teshavesha është një dyqan ku ka rroba, të cilët të gjitha rrobat të dhuruar në Teshavesh janë donacion prej qytetarëve të Kosovës. Domethënë është një hapësirë ku krejt qytetarët munden me sjellë rroba, munden me kontribu në Teshavesh për misionin e saj. Rrobat të cilat dhurohen në Teshavesh, pastaj shiten me çmime simbolike dhe me të gjitha fondet të mbledhura prej Teshaveshës, organizata AMC implementon programet të saj të fokusi shëndetit të nanave edhe të fëmijëve në Republikën e Kosovës. Është një kontribut i dyfisht që Teshavesha dhuron. Fillimisht është një qendër ku munden me sjell, edhe qytetarët munden me ndi hapësirën me bo mirë. Është pastaj edhe kontributit që e jep ti duke blerë një robë ose një gjë unike që ti e pëlqen. Do të thonë me blerjen e saj ti po kontribon, po edhe një benefit tjetër është edhe mbrojtja e ambientit, ku ne po e riciklojmë, po e krijojmë një cikël të ri të rrobave, në vend se me i hudh rrobat,
dhurohen në tesha vesha dhe jepet një jetë e re për robën e Do thot dhuruar. shëndetësia Por edhe me njerëzve edhe Edhe ambientit, po, edhe fokusi më kryesor, i cili është shëndetësia e nanave edhe fëmijëve, të cilët janë ndihmu shumë jetë të nanave edhe fëmijëve përmes kontributit që e kanë bërë njerëz duke dhuru me një gest shumë të vogël, po me një impact shumë të madh. Okej. E ku po gjendeni ju? I kemi 2 pika. Tesha vesha 1, që është një qendër pak më e madhe se sa tesha vesha 2, gjendet në sheshin Zair Bajaziti, ofër ish ndërtesës e Olleksit, edhe tesha vesha 2 gjendet ofër ambasadës së Zvicrës tek lagja Muhaxherve. Që afër Naim Frashëri. Afër Naim Frashëri, ku jemi taku për herë të Për parë. herë të parë, po. Po, e unë shumë frekuencoj edhe në Amerikë, edhe këtu, jam e gëzuar që Kosovë ka marrë këtë traditash, që është shumë bukur, unë e marrë, për shembull qëtoj kam bleti ju, edhe e kam la, më njëherë kam shku të shtëpia, që ato sene që kam marrë, e kam la në mashinë, krejt, më njëherë, do thot nuk ka pas një farë gjeni që janë të përdoren, po më njëherë e kam bo mirë, e kam hekaros, e kam bo, edhe tash është shumë mirë, se unë s'po du me hargju pare në përgjithajt, po me shku këtu është, në qëto mënyrë është mirë. E vërtet. Një gjë e mirë prej tesha veshës është që të gjitha rrobat që dhurohen tesha vesh, dhurohen për qytetarëve që i mbajnë ato me kujdes, edhe i mirë mbajnë, edhe mundohen që mi pru sende sa ma të bukra dhe sa ma në gjendje të mirë. Kështu që kjo është pjesa unike e tesha veshës, edhe bukuria që i ka tesha veshës, se pa qytetarët ne nuk ishim mujtë me funksionu. Mirë po, prap se prap, po vazhdoj me lullzu edhe po e shohim sa shumë kontribut dhe me thonë qytetarët dëshirojnë me si. Në qofë se unë kam diqka me dhanë këtu, qka po bëj? Veç me ardhe me ju dhanë? Shumë pyetje e mirë, sepse shumë njerëz i kemi e kanë kureshtjen se si shkon procedura e dhurimit. Do me thonë për me dhuru në tesha vesh, munden me ardhë gjithë qytetarët ose kushtet që dëshirojnë me dhuru, në njënën prej pikave të tesha veshës. Momentin kur vini në dyqan, ne i pranojmë rrobat, edhe pastaj e bëjmë, do me thonë, i kërkojmë emrin mbi emrin, numrin e telefonit edhe një nënshkrim prej anës së tyre, pasi që këto do ne i bëjmë në databazën e tesha veshës, edhe mas dorëzimit të rrobave na e bëjmë klasifikimin, do me thonë stafi tesha veshës e bëjmë klasifikimin, edhe i ndajmë varësisht prej sezonës së dimrit apo sezonës së verës. 5 euro. Okay, thank you. 5 euro for 3 Misha.